Në këto ditë të nxehta vere, pylli i fazanëve është një nga atraksionet më të vizituara në verilindje të Shqipërisë. Ky vend i mrekullueshëm natyror ofron qetësi, freski dhe gjelbërim me spemve të larta, duke tërhequr çdo ditë vizitor nga të gjitha moshat, vendas dhe të huaj. Pylli është njohur për ajrin e pastër dhe klimën e freskët, që e bën arratisje nga nxehtësia, një përvojë të këndshme dhe çlodhëse. Përveç natyrës së virgjër, vizitorët kanë mundësi të shijojnë pamjet magjepsëse dhe të shohin nga afër fazanët, të cilët janë simbol e këtij pylli. Çdo ditë ata mblidhen familje, fëmijë dhe të rritur, që duan të kalojnë momente relaksi e të bëjnë shëtitje në shtigjet e natyrës dhe të largohen nga zhurma e përditshmërisë. Është vendi ideal për pushim, fotografi, piknik dhe lidhje të drejtë për drejtë me natyrën. Pylli i fazanëve është më shumë se një vend shëtitjeje, është një përvojë që freskon trupin dhe shpirtin. Në çdo hap ndjen frymën e natyrës, fjalët e pashkruara të bukurisë hyjnore që mbar gjelbërimi i pafund. Për çdo që kërkon të largohet nga nxehtësia dhe zhurma urbane, për të kaluar një ditë ndryshe në qetësi dhe gjelbërim, pylli i fazanëve është zgjedhja perfekte. Një thesar natyror që duhet zbuluar nga çdo vizitor i veriut lindor të Shqipërisë.